Jam single, edhe besoj që kam me vazhdu. Për shumë kohë me qenë single. Gjithë kjo bisedën po besoj që edhe shikuesit u kënaqën me ty, mirë po është e pamundur me të liru nga studio. Ka shikues goxha shumë meshkuj që po na shikojnë edhe ndoshta duan me ditë për jetën tonë personale. Si është? Nuk don të kjo pjesë. Jam single, edhe besoj që kam me vazhdu. Për shumë kohë me qenë single. Do me thonë, nuk je hapur as me të shënuna ideal, diçka, po... Se po besoj thash. Jam e traumatizume. E traumatizume? Jo, shaka. Jemi duke xhiru ende? Jam të bësh shaka. Jo, jam e hapur, varet, do me thënë unë dëgjoj shumë këshillat e familjes, kështu që mamit babit. Jam kështu gocë serioze, që më nësën me seriozisht. Ki preferenca për shembull italian, shqiptar, po do të me patjetër shqiptar? Unë shikoj personin, njeriu, normal tash jam tu jetu në Kosovë, s'ka italian, normal shqiptar. S'ka italian, Me shqiptar, nuk e kam problem diasporës, apo në Kosovë, në Shqipëri, po tjetë një njeri serioz, që këtu pak hym të pjesa, serioz, familjar, edhe... Po e thekson? Serioz, familjar. Po, këta situationship nuk janë për mu. Po besoj që kemi edhe prej atyre djemve. Në rregull. Edina, nëse kje diçka përfund me shtu? Jo, jam shumë e lumtur që kam qenë këtu, ka qenë një bisedë të për e bukur, të për e mirë, jam ndjesë në shtëpi, kështu që faleminderit. Faleminderit ty, është e vërtet kënaqësi që të po ta në studio në emisionin 05. Faleminderit, eksakt.